Të ndalemi pak tek harta e të çmimeve, ne kemi marrë si në konsiderat vetëm kryeqytetin. Nuk ka më çmime qiraje në Tiranë për apartamente 1+1 në 300 euro. Dhe 300 euro mund të gjendet në fresk, kurse zonat më të kushtueshme që ne kemi marrë disa nga pikat më të kërkuara janë stadiumi Dinamo nga 500 deri në 1000 euro, zona për rreth liçenit artificial nga 600 deri në 1500 euro, Komuna e Parisit deri në 1200 euro, Astiri është rritur gjithashtu nga 350 deri në 800 euro, 21 dhjetori Pallati me Shigjeta është gjithashtu një zonë kushtueshme nga 500 euro deri në 1300 euro, tek Kopshti Botanik qirat kanë arritur deri në 1500 euro, Myslimshyri 1700 euro, zona e Lidemit është disi e përballueshme me çmime qiraje deri në 700 euro, rruga e Kavajës 500 deri në 1500 euro, dhe po të marrim më pas edhe zonat e tjera që janë disi edhe më elitare, zona e Zhbllokut, stadiumi Errëllbenja, rruga e Elbasanit, janë çmime disi më të kripura, le të themi, deri në 2200 euro një apartament me qira, varianti 1+1 ose 2+1, por gjithmonë të mobiluara, pasi ky është, le të themi, trendi i viteve të fundit që apartamentet po jepen me qira të mobiluara, ndoshta zoti Beti për të argumentuar edhe faktin që janë qirafat shkurtra? Jo, unë do bëj në atë që ju paraqitet aty, do bëja një analizë tjetër, do thoja që Tirana tashmë është një qytet policentrik. Po ta shikojmë, aty ti nuk ke vetëm një qendër. Komuna Parisi sot është një qendër, Blloku është një qendër, Myslimshyri ka një me qendrën me sheshi Skënderbej, me rrugën e Barrikadave është një tjetër. Ne kemi tek një qendër tregtare që është në mes të Elbasanit dhe Tiranës, që aty është një zonë relativisht e kushtueshme dhe e shtrenjtë. Bërja unazës madhe i dha dhe një hapësirë zonave kinostudios dhe zonës tjetër. I dha një frymarrje Astirit, i dha një frymarrje Freskut. Pra, unë besoj që në 10 vitet e ardhshme, ajo që ne sot konsiderojmë unaza e madhe, do t'jetë unaza e vogël e Tiranës, për shkak të zgjerimit dhe shtrirjes dinamike që Tirana tashmë ka. Për ta kuptuar qytetarët, do bashkohet Tirana me Durrës. Do jetë më e kushtueshme. Patjetër, sepse ti diversifikon shërbimet në një vend që në cilën ti çon shkollën, qendër shëndetësore, infrastrukturën, sigurisht dhe ajo zonë zhvillohet. Dhe ne kemi modele, kemi Astiri një shembull, kemi Ysberishin një shembull tjetër, kemi Freskun. Pra aty ku ti çon investime, sigurisht që edhe aty çmimet fillojnë dhe rriten, sepse shtohet dhe kërkesa. Nuk është menduar para pak vitesh që 5 kilometra nga qendra e Tiranës kur shkon në Durrës do të jetë një kompleks i cili do të shkojë me këto çmime si për qira edhe për shitje. Çfarë bën? Bën që ti të kesh një konkurrencë shumë të madhe dhe përjedhoj, në moment që ti kërkon një standard, sigurisht nuk do ta gjesh afër qendrave të banuara, edhe pse dëshira është e madhe, do zgjedhësh zgjidhje pragmatiste, aty ku ti ke mundësi ta përballosh. Dhe këto zona ende janë konsiderohen nga zonat në Tiranë, konsiderohen të lira, por në 10 vitet që vinë janë drejt shtrenjtimit dhe nuk do të jenë më zona të lira. Pra, unë besoj fort që trekëndshi Tiranë, Durrës, Elbasan do të jetë një, sepse këtu është e gjithë ekonomia e vendit e përqendruar në këtë trekëndsh dhe besoj po të shikoni dhe investimet që shkojnë, pra nga në daljet e Tiranës deri në Elbasan ti do 16 minuta, me bërjen e rrugës së re në Durrës ti do 25 minuta. Që do të thotë gjithë kjo Tirana që ne kemi parë në hartë para pak vitesh nuk do të jetë më, do të jetë një qytet i diversifikuar, i madh dhe i përfshirë me të gjithë elementet e tjera. Zoti Çoçoli, ju keni vënë re këtë fenomenin që edhe shtëpiat private, apartamentet private tashmë po shkojnë drejt qiradhënies afat shkurtër në shërbim, le të themi, të fitimit sa më të shpejtë. Ndjekin trendin e momentit, pra ndjekin aty ku ka interes më të lartë. Cili është interesi më i lartë? Qiraja afat shkurtër një turisti, një vizitori të huaj që të vjen për të parë Shqipërinë, se Shqipëria jonë është e vogël, për 2-3 ditë. Të vjen me një paket me kostën më të ullët të fluturimit, të kushton më pak të ikësh në Milano të pish një kafe dhe të kthesh, se sa të shkosh në Sarand. Apo në Sarand. Kështu që këta njerëz janë me mira që na vinë, dhe këta mira dhe 10 mira që na vinë në ditë, se ne i shikojmë rrugët e qyteteve tona, sidomos të kryeqytetit apo të qyteteve bregdetare. Jo, ke dhe Beratin dhe Korçën. Pikërisht që janë shumë të vizituara, por ama ata që shkojnë atje mendojnë që të rinë 24 orë të paktën, të rinë një natë. Dhe kjo është mirë për ekonominë tonë. Na bën mirë. Çfarë bën tjetër? Rrit qerat. Sepse ti e the me shumë të drejtë. Të gjitha shtëpitë private tani po shohin brenda vetë shtëpisë të rregullojnë që të kenë të paktën një apartament, mini apartament për një qira ditore. Qiraja ditore do të jetë mbreti për fatin e mirë dhe të keq,
sepse do jetë shumë e kripur, në krahasim me qirat mujore apo qirat akoma dhe më të shtrira në kohë, edhe kam frikë për një 5 ose 10 vite të ardhshëm. Do të ndalemi pak edhe tek fitimi që ka buxheti i shtetit nga tatimi 15% mbi qirat, pra që tatohen të ardhurat që përfiton pronari i banesës në momentin që ai lëshon pronën me qirat, dhe ashtu siç kanë ardhur në rritje të çmimeve, normalisht që ka ardhur në rritje edhe përfitimin që ka pasur buxheti i shtetit nga tatimi 15%. Rezulton në vitin 2015 që arka e shtetit të ketë përfituar 60.8 milion euro, referuar raportit vjetor të Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, në rritje në raport me 2024, kur kishte 56 milion euro të ardhura nga ky tatim. Ndërsa nëse e marrim në referencë vitin 2020, rritja është e konsiderueshme, pasi flasim për rreth 20.7 milion euro shtesë në buxhetin e shtetit. Zoti Beti, kemi dy element, po ta kthesh pak tabelën aty, ti shikon dy element. Pra rritje nga 2020-2025 kemi një formalizimin dhe dy numrin e lartë të turistëve, të cilët ndikojnë drejt për drejt në këtë shifër që ju keni. Pra, shkojnë të dyja në sinkron. Që do të thotë, në rastin ne nuk do t'i kishim këto shifrat, do bënim një tjetër analizë. Pastaj ne do flisnim për një treg i cili ka rreziqe. Pse ka rreziqe? Sepse ne kemi shumë prodhim dhe kemi më pak mbledhje të ardhurash se sa që kemi rezervime. Dhe nëse ti do ta marrësh në total, nëse në Shqipëri kanë qenë 12 milion turist, ti do ta kuptosh në rast se ky trend nuk do ishte rritës, pastaj ty do kishim dy element, evazioni fiskal, pra ose mos po themi këta njerëz thjesht neve na vinë dhe na rrin, ku diun, janë tranzit. Rrin tranzit, gjë që ishte dëmshme. Por në fakt ata, siç e tha zoti, ata vinë minimalisht rrin 1-2 ditë. Dhe kjo i shërben ekonomisë. Në rastin ne do të shikojmë në 2026, unë besoj që ajo shifër do të jetë sërish me rritje, për shkak të dy elementeve. Po zot Solse. Do të ishte 2 fish. Për mua do të ishte 2 fish. Pse? Sepse pyetja që unë si ekonomist vë të parën është cili është niveli, Elis, i informalitetit sot në tregun e qirave. A e pranojmë të gjithë që qirat ditore është një treg që ndoshta sot muaj për muaj, mund të japi gjatë gjithë vitit të paktën 300-400 milion euro xhiro. Nga këto shtetin të merr vetëm sa? Sa po e thatë shifrën? 15% që këtyre, le të themi, 400 milion eurove, bëjmë llogarit, është vërtet 65 milion aq sa ka marrë shteti? Pra, në qoftë se është informaliteti, ato shtëpi që vendosin, janë trimoshe, të mos hynë në Airbnb, të mos hynë në Booking, sepse aty automatikisht je në sytë e shtetit tënd, dhe shumë mirë që je, ato sa e kanë nivelin, a janë 50-50, a janë 50% me 50%, po të ishin aq, shteti përmes strukturave të vetat kontrollit duhet ta bëjë të mundur që ai 60 milion që atje të i shkojnë 120 milion. Pse? Sepse mua më dua që ai 60 milion që tjetër që mund të mblidhet të shkojnë në çfarë? Në subvencione për qerat e ditore, apo javore, apo mujore, apo vjetore të kujt, të studentëve, të çifteve të ri, që s'kan një shtëpi për të ngritur një fole, edhe që mendojnë vetëm të largohen. Kjo për mendimin tim është morali i gjës sot.